Hoxhë, shumë në për internet, kështu në për Facebook, në Instagram, komente, lexojmë të tipit, ku e dini ju për xhenemin? A jeni kon ju në xhenem? Ato mendojnë që hoxhallar flasin pi xhepit këto i çesin muhabetit. A që është zjarr, a që kena mu dje, kena mu përzhit. Jo, hoxhallar të flasin atë që e thot Allahu dhe pejgamberi, sepse ne besojmë në atë që e thot Allahu dhe pejgamberi. Andaj edhe jemi besimtar, për dallim prej juve që nuk besoni. Edhe thoni nuk ka xhenem, nuk ka dënim. Ju pra jeni jo besimtar, ne që thojna ka xhenem, ka xhennet, ka dënim, ka shpëlim, ne jena besimtar. Dallimi është i qartë. E tash, ku e ka përmend Allahu? Se ne besojmë në Allah dhe besojmë në Kur'an, ku e ka përmend Allahu në Kur'an që ka xhenem, dhe ku e ka përmend i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ka xhenem. Të jemi të qartë. Shiko, në fillim e potencove se njerëzit, më thot, kjo nëse argumenton për diçka, argumenton për mohimin dhe jo besimin e tyre. Po. E neve që besojmë Allahun, e besojmë Allahun pa e pa. Që besojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam e kemë besu. Do thot kur neve nuk e kemi pas në jetat. 1400 vjet, ma vonë e besojmë fuqishëm me zemër. E tash njeriu mund dal në vete nëse shkon nga ajo që nuk besohet diçka që nuk shihet. Po. Edhe domethënë se diçka që nuk shihet nuk mund të ekziston. Po tash mund dal mu po, që thojnë këto, mu po atëherë nuk është besim. Atëherë i të e po. Ama ja. Ne besojnë atë fshehta. Do thotë s'pa ku mund dal me pyet ata secilin prej tyre. Po. Do thotë atëherë nëse e bën një pyetje në anën e kundërt. Për shembull ti nuk e beson atë që nuk e sheh. Ka më thon po. Po ti thosh ti për shembull, a je i mençur? A ke mend? Ka më thon po. Pa i ke pa mendën tonë ndonjëherë. Si ke pa, do thot nuk është domosdoshme, po, që besohet, do thot gjithçka që shihet apo mos të besohet asgjë që nuk shihet. Ja, neve e besojmë Allahun pa e pa pse ka zbrit Kur'an, librin e Allahut. Edhe aty janë argumentet. Gjithashtu ka dërgu profet që atyre u ka dërgu libra dhe ata do thotë neve na kanë paralajmëruar dhe na kanë lajmëruar për ekzistimin e Allahut, për ekzistimin asaj që Allahu ka kriju. Edhe ndërkohë Allahu ka treguar në Kur'an se xhehenemi ekziston, xhenneti ekziston. Xhehenemi do të ekziston për ata të cilët janë mohues, për ata të cilët i bajnë ortak Allahut, për ata të cilët bajnë gjunahe dhe nuk pendohen për gjunahet e tyre, do thotë edhe jeta apo fundi i jetës i gjë në atë mënyrë. Prandaj Allahu ka përgatit dënim të ashpër për këtë grup të njerëzve. Edhe njerë ti qërcojnë grupet e njerëzve. Mohuesit, ata të cilët e mohojnë që ka Zot. Edhe ka xhenet, ka xhenem. Po. S'ka. Këto i mohojnë. Po. Ata të cilët e mohojnë që pejgamberi Muhammed është pejgamberi fundit. Edhe për këto ka xhenem. Po. Mohuesit. Njëjtë, po. Grupi i dytë është gjunakçarët, kush ishin? Ata të cilët grupi i parë është ata të cilët i bajnë ortak Allahut. Po, ortak Allahut. Po. Shirku është gjunahi më i madh. E zë një krijesë Zot. Po. Aja është gjunah që Allahu nuk e fal. Jezu Krishti thotë është Zoti im. Po. Po dhe kështon me një vend një shprehje shumë banale edhe e pa kuptimt. Do thot Zoti e ka lind Zotin. Allah. Pak më ndal adi me logjik të shëndosh kush mendon vallahi janë gjëra adi çesharake, adi alhamdulillah po them se besimi neve na ka bën që këto gjëra ti kemi të qarta edhe grupi i tretë mëkatar që nuk pendohen. Që nuk pendohen, padyshim. Andaj Allahu ka përgatit xhehenemin ku thot inna jahannama kanat mirsada. Xhehenemi vërtet atë ditë u ka ngritur, do thot,
u ka ngritur xhehenemlive që do të janë që do të kalojnë mbi xhehenem, ura siratit, është shtrim mbi xhehenem. E xhehenemi ju ka ngrit prit këtyre grupeve të njerëzve që vërtet ata do të bijnë në ta, edhe do ta përjetojnë dënimin të përhershëm, edhe nuk do të dalin më kurrë prej aty. Allah na ruaj. Po, inna jahannama kanat mirsada, pra xhehenemi atë ditë u ka ngritur prit dhe i ka, do thot, dhe i ka njerëzit në shënjestër. Janë në shënjestër, xhehenemlit. Edhe dihet më se ata nuk kanë dalje prej aty. Thot Allahu dhul jalal, kullama khabat zidnahum sa'ira. Për xhehenemin. Se ndodh që xhehenemi ndonjëherë të pushon. Të pushon. Më thot qysh tek Allahu e din më së miri. Mirë po Allahu azza wa jall, çdo herë kur xhehenemi pushon, thot Allahu azza wa jall, neve atyne kemi të ashtojmë dënimin. Ka të ashton nxehtësinë e xhehenemit. Edhe ku përshkruhet se zjarri i xhehenemit është dikun 69 herë, 70 herë më i ashpër se sa zjarri i kësaj dynjaje, kësaj bote. Që nuk përshkruhet padyshim. Domethënë në Kur'an përmendet shpesh xhenemi. Po, ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithe të tija që edhe na ka mësu që neve të kërkojmë mbrojtje nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Thot prej gjanave shka pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësu që ta kemi ta bëjmë për ditëshmëri. Njeriu t'ja ban si obligim vetes që të kërkon mbrojtje nga Allahu azza wa jall që ta mbron nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. E sidomos neve kur falim namaz. Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar. O Zot, unë kërkoj mbrojtje që ti të më mbrojsh mua nga dënimi i zjarrit. Wa a'udhu bika min adhabil qabr. Kërkoj të më mbrojsh nga dënimi i varrit. E kështu me radhë. E thuhet se ai i cili 3 herë në ditë e praktikon që të kërkon nga Allahu azza wa jall mbrojtje që Allahu ta mbron nga dënimi i zjarrit, Allahu ka ta mbronat. 3 herë në ditë. 3 herë, sa nuk janë 3 herë. Domethënë 3 herë në ditë më apo obligim vetit, shembull. Po. Ju shembull po vërtet, o Allah më mbroj nga zjarri i xhenemit. Po. O Allah më mbroj nga zjarri i xhenemit. Ajo. O Allah më mbroj nga zjarri i xhenemit. Po. Edhe Allah i na mbron inshallah. Sigurisht. Po. Domethënë, kjo është edhe një mesazh për shikuesit ton. Ta lutim Allahun më së pakti 3 herë në ditë. Po. Që të mbrojmë nga zjarri i xhenemit, që Allah inshallah na mbron pastaj. Po. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i garantuar nga ana e Zotit, edhe i premtuar me xhennet, do thotë që Allah ka premtuar. Ai ka kërkuar mbrojtje, çka mbetet për neve.